of Singing, gëzimi të kënduarit. Është një kor i krijuar që një ansambël vokal i krijuar në 2017 me iniciativën time dhe të Suzana Turgut, në cilin marrin pjesë 10 këngëtarë të verbër ose me shikim të dëmtuar dhe 4 janë me shikim normal. Ky kor u kriju me qëllimin që të verbrit të integrohen e të këndojnë me njerëzit me shikim normal. Shqiptar është më bukur, se rrjedhet në gjakun tonë, interpretoj më mirë, kuptoj më mirë, edhe ndjej që edhe publiku e pret më mirë muzikën shqiptare. Për mikpritjen që më kemi bërë. Kori Joy of Singing është një kor i cili ishte i bërë nga persona me vështirësi në shikim ose që nuk shikojnë fare, por që në shpirtin e tyre është dëshira e madhe për të bërë muzikë, për të kënduar, për të qenë si gjithë të tjerët dhe në këtë kohë nuk ka absolutisht asnjë lloj dallimi, jemi të gjithë njësoj, jemi të gjithë në skenë artiste. Tani shpresoj, e kemi filluar me fierin, shpresoj që të bëhet tur, besoj që ishte një gur i mirë shumë fieri, unë personalisht është hera e parë që vi në fier, edhe si artist është një teatr më të mirë që kam filluar, edhe shpresoj që të jetë gur i mbar që të bëhet tur. Ishte shumë bukur, në fakt është hera ime e parë që unë vi në fier të interpretoj. Dhe sinqerisht ishte kënaqësi shumë e madhe për mikpritjen, për interesin, për reagimin, për të gjithë publikun në tërësi. Shumë mirë, shumë i ngrohtë, skena shumë e mirë, akustika shumë e mirë, njerëzit e prisin muzikën, në syja shikoja që e donin edhe më lumturoj pa mas.